إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sot me lejen e Allahut e ka radhën ngjarja më e bukur në Kur'an, ngjarja e Jusufit alayhi salam. Jusufi alayhi salam është I biri I Jakubit, I biri I Ishakut dhe I biri I Ibrahimit alayhi salam. Pra Jusufi është stërnipi apo më lart se stërnipi I Ibrahimit alayhi salam. Pra Jusufi alayhi salam babën e kishte pejgamber, gjyshin, stërgjyshin të gjithë I kishte pejgamber. Pra Jusufi alayhi salam është rrit në një familje fetare, në një familje profetësh, pejgamberësh të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an surën Al Imran, inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalamin. Thot Allahu I zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit, familjen e Imranit mbi të gjithë njerëzit. Pra I ka veçuar Allahu këto pejgamber të Allahut. Është interesante se Allahu subhanahu wa taala kur I tregon ngjarjet e pejgamberëve, I tregon copa. Një pjesë të ngjarjes e tregon me një sure tjetër, një pjesë të ngjarjes e tregon me një sure krejt tjetër. Pak aty. Ndërsa ngjarjen e Jusufit alayhi salam të plot, Allahu subhanahu wa taala tregon vetëm në një sure, në surën Yusuf, në surën e Jusufit alayhi salam. E tregon ngjarjen e plot, prej fillimit edhe deri në mbarim, tregon vetëm për ngjarjen e këtij pejgamberit madh të Allahut subhanahu wa taala. Jusufi alayhi salam rrithte nga një familje fisnike, nga një familje e ndershme, që këta nuk e kanë pas edhe këtë përmbledhje që e ka pas Jusufi alayhi salam, nuk e kanë pas edhe pejgamberët e tjerë. Ai ishte djali I 11 I Jakubit alayhi salam. Pas tij ishte Benjamini. Përmendo ka pas sa fëmijë ka pas Jakubi alayhi salam. Jusufi alayhi salam ka qenë fëmiu I 11. Ka pas edhe një vëlla tjetër që e ka pas prej një nane, ai ka qenë Bunjamini. Babai e donte shumë Jusufin alayhi salam, më shumë se sa fëmijët e tjerë. Kur ishte I vogël, thuhet se kur I ka pas 7 vjet, Jusufi alayhi salam, apo thuhet 12, Jusufi alayhi salam e pa një ëndër. E pa një ëndër ku I pa 11 yje, e pa hanën dhe e pa diellin. E këto 11 yje I simbolizonin vëllezërit e Jakubit alayhi salam, fëmijët e Jakubit alayhi salam, ndërsa hana dhe dielli ishin nana dhe babai. Kështu kanë treguar komentatorët e Kuranit. Kur Jusufi alayhi salam u zgjua prej ëndrës që e pa këtë ëndër, dhe më njëri tregoi babait tina,
thot kështu e kum pa këtë ëndër, i pash në gotyje, e pash diellin, e pash hanën, edhe thot i pash duke mra mua në sejdë. Pra i kanë rënë sejdë Jusufit alayhis salam në ëndër. Mirë po jo në shenjë adhurimi, por në shenjë nderimi dhe në shenjë respekti. E Jakubi alayhis salam për faktin se ishte pejgamber, e kuptoi se kjo ëndër është një shenjë se Jusufi alayhis salam do të ketë një pozitë shumë të lartë në këtë botë. Mirë po edhe në botën tjetër, ku do t'i nënshtrohen atij të gjithë, dhe të gjithë do t'i ketë në pushtet. Jakubi alayhis salam e porositi birin e tina që këtë ëndër mos ja trego kërkujna, madje as vëllezërve të tu mos ja trego, se kam frikë se mund me të bëj diçka. Kam frikë se mund me ta bëj në komplot, në kurth, me të pas zili tyja. Jakubi alayhis salam e kishte porosit Jusufin që ta fshehte ëndrën, por ai nuk ishte mund që me fshehë dashurinë e madhe që e ka pas nga Jusufit alayhis salam. E si mos ta donte Jusufin kur ai ishte shumë i bukur, ishte i sjellshëm, ishte i mençur dhe kishte cilësinë e një pejgamberi të Allahut subhanahu wa taala. Ku Allahu e boni pejgamber Jusufin alayhis salam, ja dha shpallin atina. Por fëmijët e tjerë ishin më të rritur. Jusufi alayhis salam me Bunjamin ishin fëmijë të vegjël. I kishte edhe shumë vëllezër më të mëdhenj se Jusufi alayhis salam. Dhe tek ata kishte nis mu shfaq zilia për vëllaun e tyre, Jusufin alayhis salam. Vëllezërit e Jusufit thanë, pse babajin është duke e veçu Jusufin alayhis salam, kur ne jemi më të fuqishëm se ai. Ai është fëmijë, ndërsa na jena të mëdhaj, na jena duke kryp, na jena duke punu, na jena duke gjallnu. Pse është duke na bë padrejti babajon? Pse është duke desh Jusufin alayhis salam më shumë? Zilia e tyre ishte një fillim i keq. Mirë po më e keqja është përpjekja për me likujdu, për me heq qafe Jusufin alayhis salam. Kjo zili e cila nuk sjell dobi të askush, që e kishte shtyrë shejtani që ta urrente Ademin alayhis salam. Zilia sjell shumë të këqija. Zilia leje që ta hub këtë botë, po ta hub edhe botën tjetër, mund të veçon zjarrin të xhenemit. Çka shtini shejtani në spiral se Ademit alayhis salam? Zilia. Çka e shtini që Kabili me vra vëllaun e tina, Kabili me vra vëllaun e tina Habilin, e shtini zilia, e shtini lakmia. Pra, si zilije, patën edhe vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Prej zilis të madhe që ai kishin, ata menduan edhe me likujdu, me vra vëllaun e tyre. Para mendo çfarë gjendje arrin njeriu prej zilis. Prej kësaj cilësie shumë të keqe, me vrau dhe vllaun tant. Zilia është më e keqe se sa lakmia. Se lakmia ti për shembull dikush e ka një zmin lakmon ti më pas, është normale, kjo është në kufit të lejuarës. Mirë po, nëse dikush e ka një të mirë, dhe ti thua Allah, heki atina jep ma mua, atë kjo është zili, dhe kjo është e keqe, dhe kjo është shkatrim. Dhe është mëkat shumë i madh. Këtu mund të me lind pyetja sa kanë pasur të drejtë fëmijët që thanë se Jakubi alayhis salam është duke i bë padrejti. A patën të drejtë? A patën të drejtë që babai pedon më shumë Jusufin alayhis salam? Ne dimë se Jakubi alayhis salam ka qenë pejgamberi i Allahut. Ashtu që ka qenë e pamundur që me gabu Jakubi alayhis salam. Andaj ne themi se ato i ka dallu me dashuri. Me dashuri. Se njeriu, se dashuria është në zemër, edhe dashurinë njeriu s'mund me gjiku njeriu për shkak prej dashurisë. Se në fëmijë është e vërtetë që mundesh me desh më shumë, ama s'do të thonë që ti më bë padrejti tjerëve, mos sjell keq me ta, ose këtyve më dhon më pak, këtyve më shumë, ti na një fëmijëve mundesh me desh. Se dashuria është diçka e brendshme. Mirë po padrejti asnjëherë s'lejohet me bë fëmijëve. Musil damas me do ndryshe, kjo është ndaluar. Kështu kanë thënë dietarët. Si duket, vëllezërit e Jusufit alayhis salam vazhduan për një kohë jo të shkurtë me xhelozinë që kishin ndaj vëllaut të tyre, e cila sa vinte dhe shtohej, ai nuk pakohej, vetëm se shtohej, vetëm se rritej. Prandaj ata flisnin kohë pas kohe, bënin plane kohë pas kohe,
se si me hejt qafe Jusufin alayhi salam. Andaj, i banën disa propozime, ose ta mbysin Jusufin alayhi salam, ose ta dërgonin dikë larg në një vend të panjohur, nga ku nuk mund të kthy më Jusufi alayhi salam tek babai i tij. Edhe këto më knas me babën e vet, edhe mos me pas dikan që e don baba më shumë. Përderisa diskutonin se si më bë Jusufin alayhi salam, erdhi edhe propozimi tjetër. Njëri prej vëllezërve të tij, që thuhet se ishte Jahudha më i madhi, edhe mendimin që mos me vrau Jusufin alayhi salam, se vrasja është mëkat prej mëkateve më të mëdha. Vrasja është gjuna shumë i madh, mëkat shumë i madh. Andaj tha mos e vritni Jusufin. Por nëse doni vetëm me hiqafe, atëherë hidheni në një pus, në një bunar, pranë rrugës ku kalojnë karavanet tregtare. Dhe e shet dikush e merr dhe e çon larg dikon. Kështu e dhani propozim njëri prej vëllezërve. Në atë kohë ekzistonte skllavëria, robëria, kështu që do ta mirnin si skllav, si rob, edhe kishin me dërgu dikon shumë larg. Pasi që vendosën për komplot, për kurth, ata shkuan te Jakubi alayhi salam që ta kërkonin Jusufin, që ta merrnin me vete për ta ruajtur atë, për t'i ruajtur bagatit. Ata i thënë babait të tyre, o baba, na e lër neve Jusufin, na lë neve me marr Jusufin, duam që dhaj mu knas me neve. Duam që dhaj me nejt me neve. Ata kërkuan Jusufin duke ushtirur se e dojnë shumë Jusufin, ndërsa ata nuk e donin hiç, pa kishin zili, e kishin shumë zili Jusufin alayhi salam. Mirë po Jakubi alayhi salam këmbgulte që mos m'ja u dorëzua Jusufin. Këmbgulje shumë madhe. Nuk do që me largu prej vetës fëmijën e vogël, se ato ishin të mëdhej. Ata vazhduan me kërkesën e njëjtë, disa ditë radhaze, jo një ditë, po disa ditë e kanë kërkuar Jusufin alayhis salam, nuk ja u ka dhënë Jakubi. Derisa një ditë po e lusin Jakubin duke i thënë ashtu siç e ka përmendur Allahu në Kur'an, lere nesër të vi me ne që të argëtohet dhe të luaj. Të sigurojmë se ne kena me rujt ata, që rep i japin garanci. Thot kena me rujt në ata. Edhe s'kena mi bë kur një fardome, as kur smurt mi bë dam Jusufit alayhi salam. Thot ta japin ty fjalën, ta japni besën se kur gjë s'ka më ndodh. Por Jakubi frikësoi për Jusufin. Ishte mësuar që kur mos me largu prej prahrit. Ishte mësuar që çdo herë me majt afër djalin e tij të vogël, djaloshin e tina. Mirë po vllazërit e Jusufit ishin të vendosur që me realizu këtë plan, me realizu këtë kurth që e kishin ndaj vëllaut të tyre. Çka ndodhi më pastaj? Më në fund ata arritën me bind Jakubin që me marr Jusufin. E bindën më në fund, kërkesë pas kërkesë, lutje pas lutje, më në fund duke marr garanci prej tyre Jakubi alayhis salam për dorëzon djalin. Thot merrna, thot vetëm keni kujdes, të mos i bëjë dëm dikush. Imam Kurtubi thot se Jakubi alayhis salam para se t'u jepte Jusufin me vete, u mori besën djemve se do të kujdesen për të. Por ata nuk e mbajtën emanetin. Ata e thyen besën që Allah babait të tyre prej shirit të madh që e kishin. Thuhet se Jakubi alayhis salam e përcolli birin e tij jashtë shtëpie. Madje thotë se doli deri në varr, e përçafoi shumë, e shtrëngoi shumë, sikur më ishte duke ia dhënë lamtumirën. Sikur mos e pedente se ai mo një kohë të gjatë s'ka më kthy. Qasi përçafimi i dha Jakubi alayhis salam djalit të tij. Thuhet se posa e fshen nga sytë e Jakubit, nuk pritën që me mrit tek pusi tek bunari që e kanë bë plan me hedh Jusufin alayhis salam. Filluan sa u larguan prej babait të tyre, minje filluan me nënçmu Jusufin alayhis salam, me shty, me godit Jusufin alayhis salam her pas here. Luanin me të, si thojnë dietarët, kanë luajtur me të, kanë luajtur me Jusufin alayhis salam, çu shluajnë njerëzit me top. Derisa arritën tek pusi, e morën dhe e hodhën me litar Jusufin alayhis salam. Spari ja hakën këmishën që kishte vesh Jusufi alayhis salam, se e kishin planifikuar që m'ja marr këmishën Jusufit alayhis salam, m'ja gjakos ata me gjak të delës, edhe më kon kjo si argument, se që kështu ka ndodhur Jusufit alayhis salam, me ka hangur ujku. Kështu e kishin bë plan vllaznia, vllazërit e Jusufit alayhis salam. E kapën dhe hodhën pus, kurse Jusufi i vogël kërkonte mëshirë, kërkonte ndihmë, por vllazërit nuk i dhan kur një fandime, leqë se dhan ndihmë, po e hodhën pus,
edhe ma nuk kishin kur një farë mëshire për vllaun e tyre. Ai e hodhën deri në gjysë të pusit. Kur u kapte te gurët në gjysë të pusit, Jusufi a.s. i mshon një shkel më durve, derisa ra Jusufi a.s. në fund të pusit, ku për mos më mbyt Jusufi a.s. u ul te një guri që ka qenë në fund të pusit, që mos me vdek prej ujit. Jusufi a.s. edhe pse u hodh në pus, nuk u frikua shumë. Nga se nuk vënon shumë dhe i vjen inspirimi prej anës Allahut subhanahu wa taala. Nga se Allahu dëshiron ta qetësoj të dashurin e tina, Jusufin a.s. po e inspiron dhe po i thot: ne e inspiruam, i shpallëm atij se ti o Jusuf, nuk ke pse të mërzitesh, nuk ke ti pse të frikësohesh, sepse ti ke për të mbetur gjallë, ke për të dalë nga ky pus, bile ka për të ardhur një kohë që ti ke për t'i informuar vëllezërit e tu për këtë dredhi dhe për kurth dhe për këtë kurth që të kanë bërë ata. Dhe thonë, këtë dredhi që të kanë bërë, edhe ata që as nuk kanë për ta ditur se ti e Jusufi a.s. Kështu do të ndodh në ngjarjen që do ta tregojmë në ligjëratat vijuse. Kur u hodh, në çfarë moshe u hodh në pos Jusufi a.s. Disa dietarë kanë thënë se Jusufi a.s. ka qenë 6 vjet. Ka qenë 6 vjeçar, disa thonë 12, disa 17, disa thonë se ka qenë 18 vjeçar. Veç dihet se Jusufi a.s. ka qenë djalosh i ri. S'ka qenë i madh. Ka qenë në moshë të re. Jusufi a.s. mbeti në pos. Vëllezërit në mbrëmje u kthyin në shtëpinë e tyre, u kthyin tek babai, tek Jakubi a.s. Edhe e kishin përgatitur një rend dhe një gënjeshtër shumë të madhe për t'u arsyetuar para babait. Sepse ata kishin ngajën se çka kam ju thon baba, se nuk i kishin ngajë për vllaun e tyre që e kanë hedhur në pos. S'kishin kur i far gale për vllaun, kur i far mëshire. Po çka mi bota tash babait? Ata u kthyen në shtëpi duke qarë, duke aktru se janë mërzit shumë për Jusufin a.s. Duke qah dhe duke aktru sa përsi e faqe për ta bindur babain për dredhin që ja banën Jusufit a.s. Po sa arritën të shtëpia atyre në mbrëmje duke qarë, edhe kur ishe babai tyre në gjendje, kur ishe Jakubi a.s. Thot çka u bën? Thot a mos i ka gjej diçka delët? Thot jo. E thot çka u bën me Jusufin? Ata i thanë, o baba, ne shkuam me bë gara, ndërsa e lam Jusufin miruj teshat. Dhe kështu e hangri ujku Jusufin a.s. Mirë po, më parë Jakubi u kishte thënë atyre, kam frikë se mund të më hangër ujku. I kishte para e lajmëru Jakubi a.s. kam frikë se mund të më ndodh diçka. Ndërsa ata i dhanë garanci dhe e prishën garancian. E prishën besën që ja dhanë babait. E sollën për t'u arsyetuar tek Jakubi a.s. tek babai, e sollën këmishën e Jusufit a.s. që ka qenë për lime me gjak të delës, jo me gjakun e Jusufit a.s. si argument se Jusufin e kishte ngrënë ujku. Mirë po, ato haluan me shky këmishën. Këmisha ke veç e gjakost. Mirë po, nuk e shkost kërkun. Kur e pa Jakubi a.s. këmishën ashtu të pashyer, tha, i menqër, tha, pas ka qenë ujku. E pas ka hangur Jusufin, ndërsa këmishën nuk ja pas ka shkoq. Kështu, u çuditën vëllezërit e Jusufit a.s. Bijtë e Jakubit a.s. u çuditën dhe s'kishin më çka mi thanë. Dhe të minja recitën një rejnë tjetër, i thanë, hajdutët e kanë vrarë Jusufin. Edhe tash kundër përgjigjet Jakubi a.s. Po masi, hajdutët e kanë vrarë Jusufin, pse këmishën nuk ja morën? Atër ka qenë kohë varfërie, ato kanë qenë teshat kanë qenë të nevojshme, sikur sot që kanë njerëzit plot tesha, ato i kanë pas një por tesha apo dy por tesha. Edhe pithojnë, çka janë këto hajdut që e kanë marrë Jusufin, e kanë vrarë, ndërsa këmishën ja kanë lanë, teshat ja kanë lanë. Kështu që ran hilet e vëllezërve. Edhe Jakubi a.s. e pa se këto janë duke rrajt edhe janë duke mashtru. Edhe pedin se këto e kanë bën një mashtrim shumë të madh. Edhe po thot, halli është durimi i mirë. Po thot, Jakubi a.s. s'u ka met më tjetër vetëm se me bë sabër, me bodorim për këtë sprovë që më ka ardhur mua. Belaja tash më ka ndodhur. Sprova është e madhe.
Kështu që nuk I mbeti tjetër vetëm se të bën sabër. Ky është një tregim shumë I mrekullueshëm. Është një tregim shumë I amël për me dëgju dhe ngjall kurreshtja, por në të njëjtën kohë është edhe shumë I dhimbshëm dhe shumë prekës. Çka I banën Jusufit alayhis salam? Çfarë kurthi I banën Jusufit alayhis salam dhe kush? Vllavi. Është edhe fjalë që ka përmendur na shkëtamoni jote sa pa kërkushi. Me ta bani të keqe, një huj është e dhimbshme. Mirë, po kur ta bani joti, është akoma më e dhimbshme. Kur ta ban personi që është I familjes, është akoma më e keqe. Prandaj edhe ata të cilët bëjnë sabër për hir të Allahut, ata janë fituesit. Kështu fitoi edhe Jusufi alayhis salam, me sabër fitoi edhe Jakubi alayhis salam. Pra sabri është nëna të gjithë të mirave. Thot Allahu në Kur'an, as-sabrun jamil. Sabri është I bukur, sabri është I mirë. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah është me durimtarët. Allah është në ty nëse ti je prej sabërlive, nëse ti bën sabër për hir të Allahut. Allahu na tregon se si erdhi koha për ta shpëtuar Jusufin alayhis salam prej rrënjës që e pat në pos. Kur e hodhën Jusufin alayhis salam në pos, Jusufi alayhis salam mbeti I vetëm në fund të pusit, duke pritur dhe duke lypur zgjedhje prej anës së Allahut. E Allahu nuk e lë zgjedhje, nuk e lë gjendje të keqe asnjë njeri të mirë, përderisa njeriu dhe muslimani mbështetet tek Allahu. Kush mbështetet tek Allahu, sa ka me pas rrugë zgjedhje, sa ka me pas largim të problemit, sa ka me pas dalje. Kush mbështetet vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Mos mbështetet tek njerëzit, se njerëzit premtojnë edhe harrojnë që kanë dhënë premtim, ndërsa kur premton Allahu e mban premtimin. Thuhet se Jusufi alayhis salam qëndroi në pos 3 ditë, derisa erdhi një karavan I tregtarëve që vinin nga Palestina, nga një vend I quajtur Median, për në drejtim të Egjiptit. Kur kaluan aty e pa një pos, dhe karavani I tregtarëve e dërguan një njeri që të shkon tek pusi dhe të merr ujë, të nxjerr ujë prej pusit. Edhe kur e shtin kofën për me marr ujë, aty kapët Jusufi alayhis salam dhe kështu dal prej pusit. Gëzohet ky njeriu I cili kishte shkuar me mush ujë. Tha, miq do njerëz, ja ky është një fëmijë. Po I përgëzon shoqëruesit e tij me diçka shumë të mirë, se janë duke gjetur një fëmijë. A në atë kohë ka qenë kohë e robërisë, e skllavërisë. I kanë marrë njerëzit e robër, I kanë bërë skllav, I kanë blerë dhe I kanë shit fëmijët. U gëzuan që kanë gjetur një fëmijë. Edhe aty ishte karavan I madh I tregtarëve, edhe ky grupi që e gjeti fëmijën, tem shef Jusufin alayhis salam tek malli vet. Nuk pi tregon të tjerëve se tutu që pja marrin. Allahu I madhruar po dëshiron të zbret shumë mëshirë mbi banorët e Egjiptit me futjen e këtij djaloshi, me futjen e Jusufit alayhis salam në atë vend. Edhe se si fillimisht Jusufi alayhis salam ishte si rob, ishte si sklav. Mirë po më vonë ky Jusufi alayhis salam ka më marrë në dorë frerët e tërë shtetit, ka më qenë udhëheqës I shtetit. Do të bëhet ministër Jusufi alayhis salam, duke ja parë hajrin njerëzimi, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra këto pe marrin karavani tregtar, edhe pe dërgojnë në Egjipt Jusufin alayhis salam. Jusufin alayhis salam e bleu një ministër I Egjiptit, kur shkon ky karavani tregtarëve në Egjipt, ky e qitën me shit Jusufin alayhis salam, e qitën treg, e qitën pazar, ndërsa pe blen një ministri I Egjiptit, një njeri me post të lartë, me autoritet të madh, në dorën e të cilët ishin arkat shtetërore. Ishte një njeri shumë I mirë, I mençur dhe I urtë. Emri I tij ishte Kiftir ose Iftir. Ai doli në tregun ku shitshin robërit dhe kështu sa po e pa Jusufin alayhis salam e pëlqeu shumë. I në zemër minihar Jusufi alayhis salam dhe e bleu ata. E ky ministër u kthye me Jusufin alayhis salam pallat. Po I thot gruas së tij Zulejhas, ki kujdes për këtë djalosh. Dua që të kujdesesh për këtë djalosh, më shumë se sa robërit e tjerë, më shumë se sa sklavërit e tjerë. Sepse kjo është duke mu dok më I veçantë dhe më I mirë. Ndoshta ja shohim hajrin, ndoshta e adoptojmë dhe e bajmë birtonin. Kështu I thot ministri gruas së vet Zulejhas.
Subhanallah, shejtani arriti ta largonte Jusufin nga zemrat e vëllezërve të tij. Mirpo Allahu e futi në zemrën e ministrit. Sa njerëz janë të nënçmuar nga të afërmit e tyre, por janë të nderuar dhe janë të respektuar nga njerëzit e tjerë. Allahu i dha vend Jusufit në zemrën e ministrit. Por edhe këtë kush e shifke Jusufin a.s. i hike në zemër, se ka qenë i mirë, ka qenë i bukur Jusufi a.s. I dha dituri dhe ja mësoi komentimin e ëndrave. Këtë kjo për ta realizuar atë çka Allahu kishte vendosur. Jusufi u shit si sklav, mirë po ku u shit në pallatin mbretëror. U shit në një vend të ngritur dhe në një vend të veçantë, në një pallat asoj kohe. Ku siç po kuptohet edhe në cilësinë e sklavit, Jusufi a.s. kishte një trajtim të veçantë. Ishte sklav, u bë rob, mirë po u bë rob i veçuar prej robërve të tjerë. Pasi që Jusufi a.s. u rrit, si fizikisht, si psikikisht, Allahu ata e shpalli pejgamber në moshën 40 vjeçare. Pra Allahu ja dha shpalljen dhe shpalli si pejgamber Jusufin a.s. Ashtu si që cek Allahu në Kur'an, ne i dhan pushtet dhe dituri. E për ta dituri, thoi dietar se ja ka dhënë profecin, ja ka dhënë pejgamberllëkun Allahu Jusufit a.s. E bëm atë të mençur, të urtë, nga se jo çdo i dishëm i ka dhe urtësi. Dikush ka një hori, mirë po nuk e ka hikmeti, nuk e ka urtësin. Këtu kemi një sprov shumë të madhe tash. Jo i lloj të zilis vllazërore, por sprov dashurie, sprov morali. Tash kishte një sprov tjetër. Jusufi a.s. se gruaja e ministrit Zulejhaja po dashurohet tek Jusufi a.s. Po mahnitet me bukurinë e Jusufit a.s. Pastaj çka ndodhi më pas? Kjo ishte sprova më e madhe tash që do ta përjeton Jusufi a.s. Gjatë gjithë jetës së tij, dashuria ndaj Jusufit ja vërboi syt gruas së ministrit Zulejhas. Ajo donte me çdo kusht që të arrinte tek Jusufi a.s. Ajo donte me çdo kusht që të bënte imoralitet dhe zina me Jusufin a.s. Mirë po Allahu e mbrojti robin e tina, Jusufin a.s. Ashtu si që kishte mbrojt nga intrigat dhe nga kurthet e mëhershme. Zulejhaja ishte një grua e bukur, përveç se ishte e bukur, ishte gruaja e ministrit, ishte princes, ishte me autoritet madhe dhe me pozitë madhe. Pastaj thuhet se gjithashtu ajo nuk flinte me burrin e saj, nga sa ai ishte i sëmur dhe nuk kishte marrëdhënie intime me burrin e saj, me ministrin. Mirë po këta nuk ja kishin tregu kërkujna. Edhe kjo, prej nevojës të madhe që e kishte dëshironte me arrit tek Jusufi a.s. Sepse bukuria e Jusufit a.s. ishte mahnitëse. Fytyra e tij ndriçonte sikur hana 15, siç na ka treguar Muhamedi a.s. në hadithin e vërtet ku flet për Isra dhe për Miraxhin, ka thënë, edhe kam parë Jusufin që ishte dhënë gjysma e bukurisë. Tani thuhet, kanë folë dietarët për këtë gjysmën e bukurisë, thonë dietarët se ka pas gjysmën e bukurisë Ademit a.s. Se dihet se Ademi a.s. ka qenë më i bukur. Se që ka thënë pejgamberi a.s. në hadith, se Allahu e ka kriju Ademin a.s. me duart e tina. Dhe ka qenë më i bukur i Ademi a.s. E Jusufi e ka pas gjysmën e bukurisë së Jusufit a.s. Një ditë prej ditëve, Zulejhaja, gruaja e ministrit, ishte veshur bukur, ishte zbukuruar, kishte hyrë në pallat dhe kishte urdhëruar që mu mshel të gjitha dyert. Kjo jep domethënie se pallati ka qenë shumë i madh, ka pas shumë dyert. Gruaja e ministrit Zulejhaja ka urdhëruar që të gjitha dyert mu mshel. Edhe po vetmohet me Jusufin a.s. Edhe penis me josh Jusufin a.s. me fjalë të fina, me fjalë tamla. Po nis mi u afru edhe për me arrit deri në zinë moralitet me Jusufin a.s. E Jusufi a.s. e refuzonte atë. Ndërsa ajo ishte një grua me pozitë. Secili njeri e lakmon një femër e cila është e bukur, e cila ka pozitë, e cila ka pasoni, ndërsa Jusufi a.s. jert shansa me një grua të bukur, me pozitë, me autoritet, me të gjitha të mirat e kësaj bote, ndërsa e refuzoi gruan, Zulejhan, gruan e ministrit e refuzoi vetëm për hir të Allahut. Vetëm që të mos ta hidhronte Allahun subhanahu wa taala.
Jusufi a.s. mbeti i hutuar, i shtangur. Nuk ditë kam jam mbajt, jam shili dyrt, gruaja ministrit. Edhe para vete kishte një bukuroqe që kërkonte me bëj zina me ta. Për arsye po thot Zoti, mos e dhën të bie në zina. Të bëj atë që po kërkon ti. Audhu billah thot prej zinas, Allahu më ruaj prej zinas. Thot burri është zotëria im. Ajo sjell shumë mirë me mua. Ministri thot o zotëria im. Ajo sjell shumë mirë me mua, më ka dhënë me hangër, më ka dhënë me pi. Më ka pru këtu në pallat, smujun me çnderu familjen e ministrit. Kështu pi thot Jusufi alayhis salam. Jusufi alayhis salam ky djalosh i mirë dhe i bukur, i cili ishte rritur në prehërin e Jakubit alayhis salam. Në prehërin e këtij pejgamberit të madh, e i frimozuar me historinë e stërgjyshit të tij, Ibrahimit alayhis salam. Nuk ka mundësi që ky person me ran mëkat, me ran zina, me ran këtë mëkat të shëmtuar. Allahu e ka ruajt nga e keqja, nga se ka qenë i sinqert. Andaj njeriu kur është i sinqert, Allahu e ruan ato prej mëkateve. Kush me sinqeritet të madh e lut Allahun që më largu Allahu prej mëkateve, Allahu e ruan ato. Dhe secili do të më pas dert, që me rujt Allahu prej mëkateve, me lut Allah, ruajm prej gjunave, ruajm prej mëkateve, më lehtëso largimin prej gjunave, me pas njeriu dert që më largu prej gjunave, mi krij obligimet që i ka obligu Allahu. Dhe kështu, Jusufi fillon dhe vepron, ik prej mëkatit, ik prej kësaj gruaje të bukur. Jusufi a.s. vazhdon të përballet me një sprov shumë të madhe. Ajo insiston më të madhe që më ofru Jusufit a.s. e Jusufi a.s. insiston më të madhe që mu largu. Mos me ran zina. Çka me bëj Jusufi a.s. Edhe të dytë janë bathin kadera. Të i kadera Jusufi a.s. ndërsa kjo gruaja e bukur, gruaja e ministrit duke i shku mbas Jusufit alayhis salam, duke i shku mbas e kap për këmishën e vet prej mbas shpine dhe ja shkoq këmishën Jusufit alayhis salam. Në atë moment hin ministri nder. Hin edhe i zën ashtu pa prit, duke mos e ditë se çka është duke ndodhur. Ky ka një ngjarje, një moment shumë i rënd. Edhe për Jusufin alayhis salam, mirë po edhe për gruan e ministrit. Se Jusufi a.s. ishte duke ik të dera, duke ik prej zinas, ndërsa gruaja e ministrit Zulejhaja duke njek ata, kështu në atë moment pizen ministri, pizen burri Zulejhas. Në këtë moment shumë të papërshtatshëm, gruaja ndryshon me njëherë. Por derisa i vërsur e Jusufit, tash po shtiret se Jusufi ishte vërsur asajna. Jusufi deri tani ishte viktim, ndërsa tash u bë fajtor, ndërsa fajtorja u shndrua në viktim. Vërtet femrat kanë sherr shumë të madh. Allahu na ruaj për sherrit të tyre. Allahu ka thënë: "Inna kaydakunna azim", se sherri i grave, sherri i femrave është shumë i madh. Intrigat e tyre janë shumë të mëdha. Përmendet se aty ka qellu rastësisht edhe një i afërm i ministrit, kur kishte dëgjuar këtë gjurmën që kishte ndodhur, por ai nuk e kishte parë Jusufin alayhis salam as këmishën e tina, ai ishte shqy apo nuk ishte shqy, dhe po thotë si është puna, a mund të më ndihmu juve diçka? A mund t'u ndaj ndonjë çështje për të cilën unë merrem vesh? Zotëria, ministri i tregoi se si ishte çështja dhe i tha: "Unë u ndaj hakun, unë u ndaj të vërtetën. Shikoj thotë këmishën e këtij djaloshit, a është e shkoç prej përpara apo përmas? Nëse është e shkoç prej përpara, atëherë fajtor është gruaja, e nëse është e shkoç prej përmas, atëherë fajtor është gruaja. Në fakt është e kundërta. Nëse është e shkoç prej përmas, atëherë fajtori ka Jusufi alayhis salam. Nëse është prej përpara, atëherë është i ka fajt gruaja e tina. Kur e shikon në këmishën, burri i saj ministri me të tjerët që ishin prezent, e pan se ajo ishte shyer nga prapa, që të thotë se Jusufi alayhis salam ishte i pafajshëm, ishte viktim, ndërsa zonja e shtëpisë, gruaja e ministrit ishte fajtore, dhe nuk ishte më çka me bë. Ministri e pa se gruaja është fajtore. Ministri tenton që me fshehë ngjarjen, kërkon nga Jusufi të mos e përmend. Dhe interesant është edhe ndaj gruas së tij nuk marr asnjë mas. I thot Jusufit alayhis salam që me mshef ngjarjen edhe mos mi tregu kërkujna. Mirë po, ky njeriu i tretë,
që kishte hi me ndërmjetësu dhe me da hakun, me da të vërtetën, thuhet se ky njeriu i tretë e ka përhap këtë ngjarje. Edhe tash gratë e Paris së lartë, gratë e ministrave, gratë e princave dhe i tërë pallatin mbretëror po flasin për këtë gjë, duke e përqesh gruan e ministrit, duke e përqesh Zulejhan se çka kishte vepruar me Jusufin alayhi salam. E çka do të ndodh pastaj? Do të vazhdojmë inshallah në ligjëratën e ardhshme. Allahu na falt dhe Allahu na mëshiroft dhe të gjithëve në xhenet na takoft. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.